Aksi kryesor i juglindjes së vendit është tashmë i bllokuar plotësisht si pasojë e rrëshqitjes masive të dherave dhe çarjes së thellë në trupin e rrugës. Qarkullimi i të gjitha mjeteve në këtë segment është i ndaluar për çështje sigurie, ndërkohë që autoriteti rrugor njofton se po merren masat e nevojshme për të ndërtuar menjëherë një bypass provizor. Të gjithë drejtuesit e mjeteve ndërkohë duhet të shmangin këtë aks dhe të përdorin në rrugën alternative Maliq, Lozhan, Moglic, Gramsh, Elbasan, deri në stabilizimin e plotë të situatës. Kreu i ARSH-s, Ami Kozeli, shpjegoi arsyet se pse ndalimi i qarkullimit për të gjitha mjetet ishte i domosdoshëm dhe i detyruar. Ka një zhvillim të vazhdueshëm në përgjegjësim, sepse nga mëngjesi për shembull spostimi i urës në mëngjes ishte 27 centim, nga kjo anë që ne jemi, ndërkohë që aktualisht është 29 centim. Nga vizita që ne bëm tani poshtë urës, aty ka prezencë, do formohet betoni, pa që tregon që ajo është aktive edhe në këtë moment që ne po flasim. Kështu që si autoritet jemi të detyruar të bëjmë të bllokimin total tashmë, jo vetëm për mjetet e rënda, të cilin e njoftuam në mëngjes, por edhe për mjetet normale. Kozeli shtoi se ura e ndërtuar në vitin 1997 nuk paraqet siguri. Sipas tij, kjo situatë vjen për shkaqe natyrore, pasi zona është ujëmbajtëse. Që lutja është ta shmangni sepse do gjendeni në trafik, në radhë pritje, ne nuk kemi një gjendje të themi sa do zgjasin punimet. Të them që është e domosdoshme, ura në këtë moment nuk shfaq absolutisht siguri. Ne jemi në zonë ujëmbajtëse, edhe problemi në fillon nga poshtë, nuk fillon fare nga lart. Sepse është lumi që merr pjesët që gryhen nga poshtë dhe pastaj eskalon duke u ngjitur në lart. Edhe zhvillimet e orëve të fundit janë pikërisht për këtë gjë që do të ndodhë. Është një fenomen natyror. Kjo është një rrugë, kjo është një aks rrugor që është kolauduar në 2001-shin. Po jemi një aks rrugor që është 25 vjeçar. Ku natyrisht ka pas vazhdimisht punime mirëmbajtje, por asnjëherë le të themi investime të mirëfillta. Ndërkohë që kjo situatë ka sjellë radhë kilometrike të mjeteve të tonazhit të rënd dhe të autobusëve që janë ndaluar nga policia që në hyrje të qytetit të Librazhdit. Të premte në të njëjtin segment ishte vendosur kufizimi i lëvizjes me një korsi me kalim të alternuar të mjeteve dhe vendosje semafori për disiplinimin e trafikut, pasi çarjet e vjetra dhe ato të reja ishin thelluar, duke rritur kushtundjeshëm rrezikun për përdoruesit e rrugës, por me kalimin e orëve, situata vetëm sa u përkeqësua.